Xhamia e Ibrit kërkur s'ka guxon me përmend ato. Por si e shpjegoni në fakt edhe këtë 10 qet të parë të lëvizjes vendosje regjia mund të na mbani në ndalje në numrin e votave të 10 qes së lëvizjes vendosje që Glau Konjuca te ka lënë atë rekordin që e mbante dikur Vjosa Osmani kur garoi në zgjedhje para se të bëhej presidenti i Republikës. Shiko, kjo tregon që numri më i madh i votuesve të vendosjes thjesht votojnë Albin Kurtin, edhe kur kanë rrethu 10 numrat e parë. Shikoni 10-shën e parë. Ktu ka vetëm një përjashtim për 10-shën e parë. Ky është Ejup Maqedonci, i cili ka dalë nga vend i propozumi i 16 në listë, edhe ka dalë i 10 dhe ka spostuar këto Shqipe Selimin. Por ndryshe, krejt janë, do më thonë, ashtu qysh kanë qenë 10 numrat e parë. Kjo tregon që një numër i madh i votuesve thjesht nuk kanë menuar që në shkuj kanë rrethu 10 emrat e parë edhe prandaj kanë dalë këto rezultate. Konkretisht te Glau Konjuca, rritja e numrit të votave për të çfarë flet për personalitetin e Konjucës? Shiko, Glauku është një njeri i këndshëm, kështu njerëzit e pëlqejnë. Qoftë nga qëndrimi që ka, qoftë nga lezherniteti që ka, edhe thjesht prandaj është edhe kaq i votuar. Plus që është numri 2, lunë edhe kjo rol patjetër. Por ka pasur një qëndrim të fundit pikërisht nga zoti Kurti, zoti Spahiu, që nuk ka përjashtuar mundësinë e zgjedhjeve të reja parlamentare, nëse nuk ka votim të presidentit së ri. Ai tash përpiqet me kërcënu, me këtë rezultat me kërcënu partitë tjera, por një njeri me men kry nuk e në ati rreziku, duke pasur 51% të fituar në zgjedhje, nuk shkon sërish në zgjedhje. Se kur i ki punë të mirë, me lyp edhe ma mirë, të vret zoti. Nuk është një punë me men nëse i do të bënd të këte. Thjesht do duhet ta gjej një personalitet i cili do të mund të marrë dhe votat e opozitës edhe të zgjedhë presidenti ke fundit, kur t'i kishti 51% për ty s'është më rëndësi e fare kush o president. Dhe në studio na është bashkuar edhe zotri Artan Aliaj, analist politik. Mirë se vjen zoti Aliaj. Mirë se vjen. Diskutuam me zotin Spahiu këtë pjesën e rezultatit historik të lëvizjes vendosjes styrën e këtyre rekordeve. Albin Kurti, politikani më i votuar në histori të Kosovës, dhe po e diskutonim tani çështjen